A ka në i parçalet tash për zgjedhjet lokale, ju që vini nga Shkodra? Barceleta dalin me nisin e fushat, s'ka marrë përshmarit. Ligjërume, po ka për që s'dale dhe... Ka ndalë shumë pavarën. Për të ka të ditë. Ka dalë i pavarën. Edhe thët, unë du me hi kryetar bashkijet, edhe du me bërë bekryt e fmive, nuk du me fitu lek. Du me hi vetë sa me lanja të borgje. Jësë e më flak për flak. Na kur nuk të shfaqe për shumë, atë unë i thëmë, sot një shfaqe, me sa plot për shumë në Shkodër, është baras me 5 shfaqe të kos partisë. Pse, atëherë ka kanë jetë ati, s'ka kishte mundësi tjetër. Sot janë hapë, për shumë, flasim gjithmonë se na ke thjerë për Shkodër në folë. Janë hapë një 10.000 dyshane. Nuk më 10 dyshane, e zorë me 9 dyshane. Na kanë një këtë një 20-30.000 vetja shtetit. Po kush ka ikë shtetit? Ata njerëzit e shkafë, kanë ikë shtetit. Ata që kanë spektator tonë. Pra, një shfaqe është baras me 5. Në kena më rrinë dhe në 7 shfaqe e rrështë janë të dyrtë. Cila komedia për shumë? Për shumë, Big Brother 1, Big Brother 2, komedia O Vajzën, O Komunen, është shumë e bukur për me. Komedia Një vlla nga babaj. Surpriza. Edhe martesën e Komunës e lidhet i qik me zgjedhjet. Edhe kjo e fundit martesën internet? 2 kandidat për kryetar komunën. Unë jam një kandidat, Zëvdet është kandidati tjetër. Gjena, tanë personazhe tjerë që përbajnë shfaqe se nuk bëjnë, kam grunë teme, unë Zefi nuk ka grunë, kandidat, si me thani, kandidat beqarë. I vej, kandidat i vej, ma vjen me thani. Edhe polemika që kena njëri dhe me bëngarë, për shumë, unë s'du mu zgjell, unë lusë zotin, o zot i shvallo sfitaj. Se nuk ka kandidat që thot i shvallo sfitaj. Ta në thëjnë gjëra. E janë komedia është e bukur, po nuk mund spjegohet të shti. E qartë. Komedia shumë e bukur, ka shkru bilet që Azim Qela. Një shkrimtar nga një fshat i Shkodrës. Atëherë kur kena vuna këtë shfaqe, për të zikte, në më lau drejtori i teatrit, Lorenz Mosi ka kanë atë drejtor, në më lau Bars Vojen, Bruno Shlakun, mu, Ile Zogen, drejtusin e muzikës, me na për planin fillimin e sezonit të ri artistik që quhet. Nuk e kena kalendarik. Edhe thët, këtë me vuhët ti, thët ati, unë thët du me vuhët, i marrë dhe një pjesë të Gide më pasan. Këtë tjetë të du me vuhët, këtë instrumentisti të Bedrish Smetanës, pjesë të Bedrish. A tjetë të du me vuhët Gogolit. Thët mu për të besë, unë du me vuhët një pjesë të Qelës. Të Qela thët është italian. Në më thëmë të Qelës, kush është të Qela? Qazim Qelës. Ta në zgërdhine në tashe pjesë klasike. I thëmë së zgërdhine ishë, se keni me bon shfaqe ju, e s'ka marrë kush me po. Kur së në shfaqe që kemi bon me, e kam bon me këta. Me mërkel, kam pas amator gjysën, kanë më thët dyrët. Edhe jashtë së shqyqysh i s'ket njërës për së pas gjari me vun klasike, për nuk kena një popull në që i duhet me vun klasike, na kena problematik të madhe, si shtetë. Kjo problematik duhet mu bo me shfaqet vendit, që nuk na duhet gjane Gogoli. Duhet na duhet gjane Gogoli. Duhet në një rast, për shama, kupton? Këtë jetë në gjë që në këtë ato janë komedi brillante që nuk diskutohet. Në këtë studio kam diskutuar dhe me të madhin Fatil Kraja, së faktin që pse duhet materiali vëndës, pse duhet aq më tepër komedia. Komedia prek njerëzit më drejt për drejt, ka efektin e vet, ka atë efektin indirekt që ndikon tek njerëzit. Por janë edhe me njëherë. Po, se nështë është më kuptu një dam klasike, një komedi klasike. Ato janë përkthimin e keq më nëmë. Sa ta përkthyshim mirë me kënë, kur një gjanë kuj nuk më të përkthehet mirë, si që përkthehet gjua jo. Ato janë shumë të bukra, atë komedit klasike janë shumë të bukra, po kanë edhe vështirësit të tjera për ne si ta interpretimi. Po, sepse duhen aktorë edhe shumë aktorë të tjerë të teatrit, a kupton që t'jenë në një nivel të lartë, artistik për me interpretu, plus pastaj dhe nga ana e buxhetit teatrit, që është shumë i varfër, që ka shumë nevoja. Garderobat e vjetra në një varfrit të i skajshme në teatr. Që me thonë që teatri Mizeli nuk ka zë, se me zëra, që vinë me zëra, nuk ka hyq zërin djeta, ti se beso. Ka pas një vit 1 milion lek djetra, djeta.
nuk ka sot karburant hiç. Shumë vështirësi, po Vetëm rrogat e kena rrogë është pa push. Që të pushë mua. Për shembull, me tonë që kam 34 vjet të stash Shkodrës profesionist. Edhe kam edhe një mod të tjerë si amator, që mos më mor fill, mos i kam kanë amator të mor. Unë kam rrogën 260.000 lekë dietas ja bota është, se ka kanë 246.000. A imagjinën ti mi poshtë një aktor. $200 muaj. As $200 e kam rrogën. kështu që problemi kryesor i teatrit ton, siç edhe flitet vitet e fundit, është si do të jetë statusi i ardhshëm i teatrit, edhe modeli që duhet më njek për i këtë status. Është varet tani nga bashkia e re, se si do ta mendojnë teatrot bashkive. Kjo është problemi madh. Në kena një bashki, për shumë, kena pas dhe të shpandin që të dëne e ti. Atë nikon, së nikon, kjo në jam heq. Atë nikojnë. Në kena një bashki ti, që ti ki bosh timet të Shkodër. Kjo bashki, rezultati i saj, vllaznia të 8 vjetë të dorë kategorit, 2. Qa kujtar bashkjetit, ti që ki bërë gjatë Shkodër. Ti për Shkodër bërë qatë bush rrugë, kur vllaznia për çdo vjet të bjerë kategorit 2, ti si kujtar bashkjet, nuk e këthash zemrat e shkodranëve. Mare, nes në kanë puniq, nes egzistojmë iq, në nuk figurojmë për bashkit. Ne këna bëmë disa komedi, pas që kam prume një pa, që kryetari bashkit të vjenë një pa. Që më të kanë të shumë të të? Kryetari bashkit të vjenë një pa. Do pas edhe shok, se banë fjallë me bëjari, një këmonin, shua. Apo kryetari bashkit të të Ma unë grek. Ma letë se sa një shamat e qastit. Të flasim për teatrin e Shkodrës, në diskutuam dhe paraprakisht, në lajme kishte problematika si ka munges fondesh, munges rinovimi, është vështirë të luhet në këtë teatr, mungojnë ato që ka janë të nevojshme, dritat, akustika, fonia, si është gjithë situata? Fadil Hasan si e ke bashkëqytetare, ke pas Fadil Hasan, të kam shok mushtë. Ka pasur një fjallë që i përmdath ta në manë pytje si ke vëndi. Që më ka thënë ai i përmdath këtë gjithë. A i më thëtë mu, bes, për deri sa në Durs, e në për Shkodër, që shëtisit një Varshavë, një Zinfu, një Gaz 69, 100 vjeç bana në skena. Kur të hinë Shavalloti, Kardilaku, Benzi Mercedes, në duhet mundën në shpi. A ki kuptu që a kuptin? E kuptova. Të si ka një jetë tjetër, me një mentalitet dvjetër. Nuk mund të ru mentaliteti. Se a njeri ju e ka të ru, se ati ku shofat kësie, i kam thonë edhe ati shokët e Edit, e Zëllulit atje. Edhe i shokët Mohamed Kajdi, që e kam shok vjetër këto. Edhe i kam thonë, ki fatkesia shqiptare është sot, që do është edhe e mirë, që branzat në rojnë kryi 10 vjeç. Branzat janë rru kryi 25 vjeç. Çdo 30 vjet, 25-30 vjet. Këta ka një shpejtësi shumë madhe në rrimi i branzit. Po është branzi i papjekun, e do 25 vjeç që muskalit. Kjo është 10 vjet. Në rrimi i branzit është aksidental mund rru ky 10 vjeç. Duhet 25 vjet për më pjek një njeri. Këtë ndrim breza, është ti e shehet në ndrimin e, sepse bie në kontradikt me atë faktin që njerëzit vinë, zbulojnë komedin, zbulojnë një gjë që se kanë parë, sepse këto vite tranzicion kanë bërë që të humbin ajo zakoni i njerëzve për të ardhur në teatr. Siç po e thua, duke humbur ky zakon, njerëzit kanë humbur dhe shijen e të qenit të pranishëm për ta shijuar komedin, ka kriju një rrjete sociale, një diçka tjetër, secila ka anën e vet që i përket një brezi të caktuar, por përsëri arti i mirëfillt pëlqet apo jo? Që do të në Shkodër nuk janë se nga vire nga shumë që këmë në shumë vetëm breza. Nga si vjetër është bërë. Rimia është në shumë, në këtasin më të modë që vjetë në Rimia. Shkodër vinë 10 vjeqa, 8 vjeqa, gjithë kush e shofin e kuptojnë. Shumë rimime ne, si do mos studentat ku ki studu ti atje, studentat e universitetit, që atjere ki pas 2 vjeqardi, Ja, u bë viti fundit. Vine shofin shumë, vine shofin. Janë ardasht që do. Edhe është ba një bashkëpunim në mjetë aktorëve të dramës edhe të stradës, pasi jemi në një strukturë.
me sa duket komedia është më e parapërqyeshme apo? Ma dashur. Ka qa ballë ke popull. Nuk dënë drama këtë mo. Na kesh është gabim më thonë kja, Miran është një gjenis shumë dashur. Jo, populli s'dënë ma drama se ti. Ka vujt shumë kjo popull. Populli dënë me shesh, me kënu, me kësi. Jo, e ke i gabim këtu, besa sepse... Jo, unë në përgjithsi, do më thanë në sparit jam aktore e dramës edhe pastaj jam edhe e komedis. Po dramat, kur vihen mirë, kur janë të bukura, pa diskutim që spektatori është aty. Ne kohët e fundit vetëm rivum në skenë, jo ashtu, do më thënë si që ka qenë, për para 33 vitesh, kur është vu gjaku i arbrit. Është një nga dramat monumentale, do të themun, monument më të bukrat të teatrit Migjeni. E rivu me rastin e 65 vjetorit krijimit të teatrit profesionist në fund vitit, që sa po kaloj, edhe pati sukses shumë. Ishte... Sa në të keni në shfaqën gjaku i arbrit ju? Ne kemi dhanë një natë sepse ishte për 65 vjetorin e teatrit. E pse? Aja ka pas kërkesa, pa nuk mishë një dhona, si? Jo, ishte e përcaktu me kështu. Ishte e përcaktu me kështu. Jo, kur është drama e bukur, spektatori do vi. Kur keni vu gjaku në arbrit, kur a vu basa i gjetave, kur a vu shpartallimi. Disa shfaqet të tjera. Ju e venit dramen. Sa net e nep në qytetin e Shkodrës me 150.000 euro. E kemi dhanë disa herë. Themun për disa drama që kemi vu me regjizorin Bruno Shllaku, disa drama resht që kemi vu. Asë me rafajtës për kërkanës keni bo me kinat, eficjenës nuk ka drama. Në qatë nuk duhet anashkalu drama. Si hinë në fundin e artë të dramaturgjisë shqiptare, ata boni prova të problem. Unë nga larg, e shof nga larg, por e shof me këtë shqetësim, sepse realiteti shqiptar, si që tha zotëria, ka dramat e veta. Por këto dramat veta duhet të reflektohen në një dram që ta shohë njeriu këtë realitet dhe duke e parë, duke e ndjerë, duke e përjetuar edhe të shpalosi anën pozitive, duke tërgu zgjidhjen dhe duke dalë nga ky realitet. Po, mos harrojmë që teatri, më fali, dramas është edhe jo si teatri i humorit, si estradës. Është ma popullor, dërsa teatri i dramës kërkon është ma tepër teatri i elitës.